O hoxh, a mund të hysh në xhennet pa falur namazin? Xhenneti është në dorë të Allahut lartësuar, i madhi Zot fut në xhennet kënd të doj. Por, një ndër urdhëresat dhe gjërat që ta mundëson të hysh në xhennet është falja e 5 namazeve. Pra është gjë që ta mundëson futje në xhennet. Prandaj, jo më kot është shtylla e dytë e Islamit, shtylla më e rëndësishme mbas shahadetit është namazi. Dhe njeriu ditën e gjykimit, puna e parë për cilën do të pyetet është namazi. Nëse namazi kalon me sukses, atëherë gjërat tjera lehtë janë. Prandaj, le ta falim namazin, le ta zbatojmë këtë urdhër që Zoti i Gjallësisë urdhëron në mbi 72 ajete në Kur'an, që të falim namazin, wa aqimus salah, dhe faleni namazin.